Nuk po du me përfundu emisionin hoq pa e cek edhe një kategori e sprovuar mesin e muslimanve, të cilën e cek e porzit pak, ata që nuk kanë fëmijë. Dhe më thonë një këshill nga ju për ato nëna të mërzitura, ato baballar të mërzitur, që nuk kanë fëmijë. Nuk janë as nëna as baba. Jeta është me sprova dhe me sfida. Allahu i madh thot në Kur'anin famëlart se dikujt i jep djem dhe vajza, dikujt i jep vetëm djem, dikujt vetëm vajza e dikujt nuk i jep as pak. Besimtari në asnjë moment nuk duhet ndal, po vetëm se duhet me lutë Zotin. Me lutë Zotin e madh. Porosia ime është pasimi në muajin e Ramazanit, ata që nuk kanë fëmijë, janë disa shkaqe jashtë aspektit medicinal. E para është istighfari. Thot i madhi Zot, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kërkoni falje se Allah i fal. Pastaj ju zbret bereqet nga qielli. Pastaj ju jep pasuri, pastaj ju jep amwal wal banin, ju jep edhe evlad. Istighfari dhe shpeshtimi i istighfarit, sidomos në muajin e Ramazanit, është shkak që Allahu t'jep evlad. E dyta, lutjet e pandërprera. Pasi ne jemi në muajin e Ramazanit, ku pranohen lutjet, nuk duhet besimtari dhe besimtarja në asnjë moment më shumë të mbështetet te mjeku sesa tek Zoti, se Allahu është ai i cili thot në surën Al-Imran huwalladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allahu krijon fëmijën në mitrën e nanës ashtu siç don ai. Dhe kemi shumë dëshmi. Një prej dëshmive është që mjekësia ka vërtetuar 17 vite me radhë, koleg, hoxh, vëlla jon i dashur, 17 vite me radhë nuk ka pas fëmijë. Pas 17 viteve me radhë, rezultatet në aspektin medicinal kanë qenë zero. E ka përdorur lutjen dhe istighfarin, që nëpërmjet kësajna Allahu Azza wa Jall mas 17 vite i ka dhënë Muhamedit. Por në asnjë moment Zakaria alayhis salam, idealit Muhammed. Po. Zakaria alayhis salami e kërkoi Zotin edhe pse ishte në pleqëri, Allahu i dha evlad Yahyan alayhis salam. Prandaj ne nuk dalë, po nëse Allahu e ka caktuar që mos me pas, atë ne i bëhemi teslim, i nënshtrohemi kaderit Zotit. Mirë po, nuk do të thotë se nuk duhet të mirën shkaqet, edhe medicinale, edhe sebepet medicinale. Pa i njoru me aspektin medicinal, mirë po dhe një sen. Lidhshmërinë tënde me Zotin mos e bën asnjëherë, mos e ndal asnjëherë. Po vazhdimisht kërko. Sidomos në këtë muaj të Ramazanit, ata që janë sprovuar që nuk kanë fëmijë, e lutim Allahun që Allahu t'i gëzon dhe t'i jep fëmijë, por mos të ndalen duke lutur Zotin. E dyta, duke shtuar istighfarin, dhe e treta duke i marrë sebepet medicinale. Ka edhe shumë shkaqe tjera, po në pikat shkurta këto janë. Allah i shpërblet.